konflikti me familjet në Shkodër vijon dhe prej shumë vitesh, banorët e Shkodrës kanë folur ditën e sotme dhe kanë shpjeguar edhe një herë që kanë qenë të kërcënuar më herët, paktën kështu kanë deklaruar ata, nga xhaxhai i autorit, dhe pretendojnë se ai ka shkuar edhe I cili ka qenë dhe sot në sallën e gjyqit. I cili ka qenë edhe sot në sallën e gjyqit dhe pretendojnë se ai u ka shkuar në pranë banesave të tyre edhe më herët me armë dhe ata i kishin raportuar këtë në policinë e Shkodrës. Këto janë pretendimet e 31 familjeve, të cilët reaguan ditën e sotme për mediat, i shprehen ngushëllimet patjetër edhe familjes së gjyqtarit dhe treguan edhe një herë të gjitha pretendimet që kishin ata mbi këtë pronë, e cila solli edhe ditën e sotme aktin. Ajo çfarë mbetet ende një dilemë shumë e madhe është mënyra se si ka arritur autori të fusë armën. Do qëndrojmë një çike dhe dua të thras edhe Fation Softën e që e kemi në lidhje në këto momente. Fation, besoj je duke na ndjekur. Po, jam duke na ndjekur. Dhe është e qartë tashmë që të paktën ky nuk është një krim i momentit dhe në gjaknëzetësi e sipër, sepse siç e tha dhe avokati pak më parë, ata kishin hyrë të armatosur në sallën e gjyqit. Pyetja është si ka mundësi që janë futur të armatosur në sallën e gjyqit. Përveç po themi përgatitjes që ai ka qenë i armatosur dhe ka ardhur në seancë i armatosur, çfarë sigurie ka pasur ai që me armë do të hynte brenda? Sepse ka një protokoll sigurie që është një skaner dhe ka një punojës sigurie që është i administratës së burgjeve, pra policë që varet nga Ministria e Drejtësisë, i cili kryen këtë lloj rutine të personave të cilët kanë çanta apo kanë sende metalike dhe ai duhet t'i ndalojë. Pra, po thua që domethënë në qoftë se siguria nuk ka atje në gjykatën e apelit, nuk ka atje kjo, nuk funksionon kjo, ka kohë. Ja unë sot u futa 3 herë, sot isha gjyqje, edhe s'ka atje ato aparaturat dhe nuk punojnë. Askush nuk punojnë aparaturat e kontrollit. Kontrolli nuk punojnë. Çështja është kush e ka në përgjegjësi sigurinë e gjykatës. Po edhe ashtu me ato, çfarë janë ato, çfarë i thonë juve në ana teknike atyre? Detektor. Detektor, s'ka njeri aty, absolutisht. S'kontrollon njeri aty. Kush e bën kontrollin aty? Duhet ta bëj siç po thotë oficeri i administratës burgjeve apo është kontrolli siguri private? Po aty është siguria është private, edhe sepse kanë bërë sigurim private një zot e di. Mendja ime thotë që e kanë bërë sigurim private sepse faktikisht kryetarët e gjykatave duke qenë korruptorë në të gjitha anët, nuk duan vetëm në fushën e drejtësisë, vendimet që i japin, por duan të marrin edhe këto shoqëritë private, sepse me këto bën edhe na një Allish Berisha i dallaver. Më dhan hajde se fut kaq punonjës, kaq dhe jap rrogën, më jep diçka mua të marr tyja, të bëj ty e tjera me radhë, edhe del jashtë loje policia e shtetit, garda e tjera. Softa kam idenë që po flet se si është ligji, pra kontrollin protokolli si është? Po flasim për protokollin e sigurisë. Pra ky është protokolli i sigurisë, pra personi që identifikon sende metalike ku skaneri duhet të funksionojë, ata duhet të futen në një kasafort dhe nëse personi ka lëndë apo sende të ndaluara, patjetër që duhet veprojë dhe duhet ditë veprojë çfarë, sepse nuk është vetëm pistoleta, mund të jetë thika, po mund të jenë dhe solucione të cilët përsëri kanë efekte dëmtuese. Mund të jetë oksigjen, mund të jetë dëmshpërthyese etj. Pra gjitha këto përbenet të një quhet elementi i kontrollit dhe filtrat e sigurisë. Tani kush e ka në ruajtje? Në dijenin time e ka Ministria e Drejtësisë. Në rastin më të keq e ka Iliria Guard, nuk e kanë policitë private, kjo është një polici private mikste, e krijuar me kapital shtetëror dhe po e quajmë funksionon si një SHPK, e cila është, SHA, e cila është SHPSF, pra shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Njësoj si policitë private, vetëm me një ndryshim që pronari është shteti dhe në të kundërt të tjerët janë privatët. Pra ky është ndryshimi. Po ligji që vepron janë SHPSF-t, pra shoqëri me përgjegjësi të shoqëritë e ruajtjes dhe sigurisë fizike. A duhet të jetë ky sistemi? Këtu fillon ajo që ne themi që nuk është thjesht personi që ishte përgatitur, por çfarë ne kemi bërë që objektet të rëndësisë veçantë kanë zbritur në nivelin e tyre të sigurisë. Dhe zbritja e nivelit të sigurisë rrezikon e para institucionin, që mund të jetë objekt goditje, objekt të përdorimit të lëndëve djegëse ku mund të jenë dosjet që mund të eliminohen,
dhe mund të jetë dhe e rasti i eliminimit të gjyqtarëve, sikurse dhe ndodhi që kemi eliminimin e një gjyqtari. Dhe këtu patjetër që bie përgjegjësia e para tek shteti shqiptar dhe e dyta në mënyrë të veçantë tek institucioni ngarkuar me ligj, me VKM, që është Ministria e Drejtësisë që ka këtë përgjegjësi. Po kjo nuk mund të shmang Policinë e Shtetit, e cila ka për detyrë perimetrin, ruajtjen, sigurinë e jashtme të çdo objekti, pavarësisht se mënyra se si ruhet ai brenda apo jo në këtë sistem sigurie. Kontrollet janë detektorët, janë kamerat. Po tani avokati çfarë ai personi që është brenda nuk ditë. Avokati është duke thënë që jemi brenda kësaj logjike. Domethënë avokati është duke thënë që praktikisht aty nuk funksionojnë metal detektorë. Në gjykatën e shkallës parë, edhe civile, atje ka, domethënë funksionojnë atje detektore e tjera në civile. Edhe në gjykatën penale të Tiranës, atje janë ato kasafortat që çdo njeri para se të futet aty kontrollohet, edhe çelësat, telefona e tjera futen kasaforta, merr çelësin tjetër dhe shkon. Kështu bëhet edhe SPAK e kudo. Në gjykatën e apelit nuk ka as kasaforta për të futur mjetet e tij që mund të jenë ndaluara ose që telefona e tjera, nuk ka tilla. Nuk ka tilla dhe nuk kontrollon absolutisht asnjë. Në fakt, një gjykatë apeli ke në gjithë Shqipërinë edhe presupozohet që këtu masat e sigurisë duhet të jenë jashtëzakonshme. Si që janë gjukat lartë, do t'jenë dhe këtu. Dhe aty është zero. Aq më tepër që është gjukat apeli jurisdiksionit përgjithshëm që trajton edhe çështjet civile dhe penale, po penalet burgimit përjetshme tjera ke aty jepen. Janë 6 gjykata apeli që kanë qenë në gjithë Shqipërinë. Menjëherë ta kaloj softa sa ta mbori Samir. 6 gjykata apeli që kanë qenë në gjithë Shqipërinë për shkak të implementimit të hartës së re gjyqësore në mes të vitit 2023 u bashkuan në një gjykatë të vetme. Do të thotë, të gjitha dosjet, gjithë personeli, të gjithë gjyqtarët, sepse në fakt gjyqtarët punohet me 1/3 e gjyqtarëve në apel. Domethënë janë 74 që janë sipas dekretit të presidentit dhe në fakt ka vetëm 23-24 gjyqtarë. Të gjithë u grumbulluan aty në një godinë e cila kishte mbajtur ose kishte kapacitet për të mbajtur vetëm një gjykatë apeli. Qartë. Dhe aty çdo gjë është jashtë normave për të punuar në mënyrë të qetë dhe në mënyrë efikase, qoftë nga trupa gjyqësore, qoftë nga avokatët që shkojnë dhe ndjekin çështjet, qoftë nga personeli personeli i administratës gjyqësore në gjykatë. Unë dyshoj që nuk e di nëse ky gjyq është zhvilluar sot një sallë gjyqi apo është zhvilluar për shkak të hapësirave, është zhvilluar në zyra. Se ajo sallë merr vetëm 10 veta brenda. Të po them, pra afërsia midis palëve dhe gjyqtarit është jashtë çdo logjike në fakt. Dhe nuk duhet të ishte kështu, se ky është koncepti i sallës gjyqësore. Është një sallë e madhe ku mund të shkojnë edhe njerëz edhe për efekt transparence, po ndërkohë ka edhe kondicione sigurie. Ka njerëz sigurisë. Ka edhe kondicione sigurie, natyrisht. Natyrisht. Që bën thirrje e palëve, aq më tepër për çështje gatishmëri, aq më tepër për çështje të cilat kanë 30 vite që qëndrojnë aty. Po ai, më fal, ai është i policisë së shtetit apo është i firmës së sigurisë? Është privat i firmës së sigurisë aty.